Të shohim pak se si është marrëdhënia e tyre në çift. Një marrëdhënie që është serioze, ku është firmosur, pra në një martesë. Ky është një lexim i përgjithshëm dhe nuk është për secilin prej jush. Në mendimet e atij drejt bashkëshortes vjen kjo letër. Ai shikon atë një grua që vuan, që her pas here nuk është vetvetja. Po ta shikoj me vëmendje pas kurrizit të kësaj është një dem, apo nuk e di se çfarë ka emrin, por që tregon momentet e mërzitjes të pavullnetshme të kësaj femre. Një person që nuk e komandon dot veten për shkak të xhelozisë, për shkak të dyshimeve dhe për shkak të mungesës së vëmendjes nga bashkëshorti. Ktu është një femër kokulur dhe nuk është një femër që e shikon bashkëshortin në sy, por që gjendet, është e pranishme dhe do t'jetë e pranishme, pavarësisht mungesës së emocioneve drejt bashkëshortit.